Ryanair ndryshon procedurat e embarkimit, çfarë duhet të dini nga 12 nëntori. Nga data 12 nëntor 2025, të gjithë pasagjerët që udhëtojnë me Ryanair nuk do të mund të përdorin më karta embarkimi në letër. Kompania njoftoi se çdo udhëtar do të duhet të kryejë check-inin online dhe të përdor vetëm versionin digjital të kartës përmes aplikacionit të Ryanair në telefon. Vendimi është pjesë e një ndryshimi të madh që synon të përshpejtojë procesin e udhëtimit, të ulë kostot dhe të shmang përdorimin e letrës. Pas përfundimit të check-init, karta e embarkimit do të shfaqet automatikisht në aplikacion, i cili bëhet i detyrueshëm për çdo pasagjer që fluturon me kompaninë. Kompania thotë se kjo mënyrë ndihmon edhe në rast anulimi apo vonese të fluturimeve, duke bërë më të lehtë riprenotimin. Pasagjerët që harrojnë të bëjnë check-inin online do të mund të udhëtojnë vetëm duke paguar një tarif shtesë prej 55 eurosh në aeroporte, quajtur taks check-ini. Ndërsa ata që kanë kryer check-inin po humbasin telefonin apo mbeten pa bateri, do të marrin kartën e embarkimit falas në sportel. Por udhëtarët që nuk kanë smartphone apo tablet, Ryanair do të mbajë të hapura sportelet posaçme për check-inin dhe shërbim biletash në çdo aeroport.